Mirë, doja nisim sot me një lajm të bukur, me një lajm të gëzueshëm. Venera Lumani dhe Lindi Islami janë bërë prindër për herë të parë. Kanë sjellë në jetë fëmijën e tyre. Një shtatzanie shumë pritur, mbaj mend që në një emision disa vite më përpara janë shprehur se ëndra e tyre ishte të bëheshin me fëmijë. Dhe Zoti ja solli. Publikimin e shtatzanisë së Venerës e bën shumë të bukur, i dedikuan fëmijës së tyre një këngë, ku mezi e prisnin dhe tani pritje si ka ardhur fundi. Ata janë bërë prindër të një djalit të cilin e kanë quajtur Drin Islami. Mua më pëlqen shumë ky emër, sepse kam edhe vllajën tim të vogël që quhet Drini, dhe që e përshëndes shumë. Patjetër. Edhe ne, shumë i se Drini është bukur. shumë i veçantë, me thënë drejtën. Kanë dalë me familjen e madhe, ku në mes janë çifti edhe fëmija e tyre. Atëherë kjo, unë besoj një familje madhe është shumë bukur për të gjithë. Mblidhen, i dhurojnë edhe fëmijës shumë dashuri, pse jo. Dhe do presim inshallah bëhet edhe Drini një artist si prindrit e tij.